Sipas kërkesës së drejtorisë së shkollës së mesme teknike Presheva në Preshev, Ministria e Arsimit ka lejuar që këtë vit të hapet edhe një paralele në drejtimin e mjekësisë. Sipas drejtorit Elat Arifi, interesimi i nxënësve në mjekësi ka qenë shumë i lartë dhe këtë vit do të ketë 37 nxënës. Kriteri i pranimit ka qenë sipas suksesit, pasi Ministria e Arsimit anuloi provimin e semimaturës. Të gjithë ato nxënës që kanë shprehur dëshirën e parë në mjekësi dhe kanë pas 100 pika, ata janë regjistruar dhe ata ishin 36. Një ishte bineç, 2 ishin bineç dhe ai ka bërë kërkesën dhe është pranuar këtu në paralelin e mjekësisë, ku tani paraleli e mjekësisë numëron 37 nxënës. Për shkak të numrit enorm të rritur në 37 dhe e cila është rregulluar që me listë të kenë 30 nxënës, kemi bërë kërkesë Ministrisë së Arsimit dhe Ministria e Arsimit është përgjigjen pozitivisht që kjo paralele të ndahet në dysh. Mirë po ka fuqen e nxënësve të tjerë apo rritjen e numrit në paralele, kështu që mjekësia tani 2 paralele të mjekësisë numëron 19 të tjetra 18 nxënës. Këtë vit shkolla mesme teknike Presheva nxjerr edhe gjeneratën e parë në drejtimin e mjekësisë. Ndërkaq kjo shkollë tashmë ka bërë edhe sistemimin e nxënësve nëpër drejtime të përcaktuara dhe deri tani ka filluar edhe sistemimi i nxënësve që janë paraqitur në afatin e fundit. Aty ku është plotësuar numri që nga qershore ata janë të radhitur, janë të sistemuar dhe që nga dita e gjejt apo që nga 2 shtatori kanë filluar dhe të vijojnë mësimin e rregullt. Kurse në paralele të cilat ka ende pa plotësuar, kemi një numër shumë i vogël është në paralelen sërbë ku janë 18 dhe një nxënës duket ka qenë e pa plotësuar paralela në përpunimin e drurit. Aty në afatin e tretë që e quajmë ne kanë konkurruar një numër i madh nxënësve, diku 20 deri 29 nxënës pritet të jenë të pasistemuar dhe ata të gjitha ata nxënës mbas dëshirës së tyre dhe mbas të numrit të nxënësve në paralele do të sistemojmë që në ditën e premte dhe këtë që në javën e ardhshme do të kemi të formuar të gjitha paralelet. Drejtori Elat Arifi gjithashtu ka thënë se gjatë kohës së pushimit në objektin shkollor janë kryer edhe një seri investimesh, kështu që gjithçka ka qenë gati për ditën e parë të shkollës. Në këtë vit kjo shkollë do të ketë 47 paralele në gjuhën shqipe, 4 në gjuhën serbe, me gjithsej 1218 nxënës.